Me llokuma e shijuan dramën e përgatitur nga nxënësit. Talush Efendia u quajt drama organizuar nga nxënësit e shkollës fillore Zekaria Rexha, që në thelb kishte paraqitur të kaluarën e shoqërisë kosovare. Kjo dramë paraqet historinë, traditat dhe zakonet e viteve 40 dhe 50, se qysh janë taku dy të rinj edhe janë martu e kanë kalu një jetë e përbashkët e mbas të atyre traditave të atëhershme. E për përshtypjet e kësaj drame foli edhe aktorja tjetër. Mendimin e shkollës, stafit shkollës edhe arsimtarës, bashkë me këtë klasën, e kena realizuar në mënyrë që ndoshta nuk e kena prit, ka dalë edhe më mirë se sa që e kena prit. Ky aktivitet ishte një ndër aktivitetet për arsyeën e të cilave na tregoi më shumë drejtori i kësaj shkolle. Tani më që 3 vite me radhë, ne jemi të organizu një formë festive për festën e shkollës, domethënë një muaj përpara po fillojmë me aktivitetet të ndryshme në kuadër të shënimit të përvjetorit të festës së shkollës sonë. I kemi shënu disa aktivitete deri më tani, janë shënu gara sportive, është shënu kuizi ditorisë në kuadër të trashëgimisë kulturore, është zhvilluar ekspozita nga klubi i shkencës. Shkolla fillore Zekaria Rexha do të përmbyll ciklin e këtyre aktiviteteve në ditën e festës së shkollës, që do të organizohet të martën me 12 maj.